shikoni në atë që është më poshtë, jo në atë që është më naltë, nga se kështu do t'jeni më mirë njës për begatit dhe nuk i përbozni ato. Të ndrozër, nga një njeriu nuk din ka me shiku. Kur bie fjala për devotshmërinë, për besimin, na shikojnë ma poshtë. Mirë jem në alhamna po falem, gjumon të fali, që ka njerë që s'falen, apo? Pastaj për shembull në aspekt në bamirësisë, po dhu alhamdulillah, ka njerë që s'japin kur, andaj i themi këti gabim po këshirë ti, nuk ban këtë situatë me këshirë poshtë. Ndije për shembull, thot mirë është, ka njerë që edhe ngelin, unë e bile me trash jam apë. Gabim me këshirë ta që ngelin, gabim me këshirë të papuntorët, të dembelat, atje gabim me këshirë. Këshirë të zelshme, të bujarët, të punëtorët, të guximshëm që atje këshirë. E kja është që kemi duhet. Ndërsh në aspekt material, në aspekt shëndetësor, po, këshirë ma poshtë. Është e vërtet që nështë ta si kena punë bashkë qysh nështë ta këshëm pasë sefna. Ama alhamdulillah, që ka mirë jem apëtën. E atër këshirë që ka, atër këshirë që shumë punë, të ndërëzën, atër këshirë. E shem pastaj atë mbet hapësirë për mua në ku. E a do t'jeshtë i knaqër apo jo.